Shndrrimi i një materie në materien tjetër është njëra prej teknikave apo formave të pastrimit nga papastërtia. Për shembull, hurma rrushi kalon në formën e khallit që quhet dhe me përshtat sa ma lehtë me kuptu është një lloj forme të rasojit, e ka këtë gjendje thuajse, konsiderohet që është i pastër. Por nëse vazhdon të qëndrojnë këtë gjendje arrihet në gjendjen e alkoolit. Dhe alkooli nëse vazhdon të trajtohet sipas proceseve kimike ka mundësi të kalohet nga gjendja e alkoolit në një gjendje tjetër. Prandaj, përmes kalimit prej një gjendje në gjendjen tjetër ka mundësi të arrihet të pastrimi i materjes e cila ka qenë e papastër. Përmes mendimit të këtyre dietarëve të cilët thonë se përmes kalimit të një materie nga një gjendje në gjendjen tjetër ka mundësi të pastrohet ajo materie, sikur që është fjala përmes kalimit të alkoolit prej një fazës së alkoolit në një fazë tjetër përmes proceseve kimike, ku i humb emri, cilësia dhe vetit komplet kalohet në një materie tjetër, atëherën kështu ka mundësi të arrihet të pastërtia e asaj materie. Kjo është një teknikë e mirë dhe një mendim i fuqishëm tek dietarët islam i cili me lehtësi ka mundësi me u përdor në raste të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me ushqime dhe gjendje të caktuara, ku sot ka mundësi të kalohen apo të përdoren teknika të ndryshme të materieve të cilat kanë qenë alkool dhe sot nuk janë alkool për shkak të shndërrimit të kësaj materie prej një gjendje në gjendjen tjetër.